Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Përderisa mbrëm e shpjeguam çështjen e Dejjalit, paraqitjes, ardhjes së tij, sot ndoshta jo si vazhdimsi e temës së mbrëmshme, por si plotësim i konceptit të kthimit të qenjeve si Dejjali Isa a.s. në tokë pas largimit të Isës. Është temë interesante, natyrisht shumë e thellë, e trajtuar për shekuj të tërë nga dietarët jo vetëm musliman, por edhe teologë të krishterë dhe të tjerë. Bile është mirë me thonë që në fillim këto se ideja apo koncepti i ardhjes së qenjeve, ti quaj të mbinatyrshme, sepse është e mbinatyrshme forma se siç pretendohet, nuk është vetëm tek fetë monoteiste, por si ide, si mehdi, si një fuqi që do të vije dhe do të shpëtoj njerëzimin nga e keqja dhe të ligët, është prezente edhe tek fetë e vjetra para paraqitjes së Muhammedit a.s. dhe para paraqitjes së Isës a.s. Pra e gjejmë të hindusët, të kinezët e vjetër, të popujt të ndryshëm që kanë jetuar në lashtësi në kohët e lashta. Prandaj do të pasur parasysh, nuk dohet edhe të çuditeni nëse në shpjegimet rreth Islamit gjeni nuanca që janë përmendur apo kanë qenë evidente edhe tek popujt e tjerë, sepse Islami është një vazhdimsi e shpalljeve të kaluara tek pejgamberët tjerë dhe pejgamberët tjerë janë marrë thuajse me po të njëjtat probleme siç merret edhe Muhamedi a.s. Dhe ndër këto probleme kryesori është monoteizmi apo besimi në Allahun një qenje që nuk i përngjet askujt dhe nuk i përngjet askush. Në këtë video sonte, me ndihmën e Zotit, do të mundohem të shpjegoj pra zbritjen e Isës a.s. Mundësia, mënyra, mjetet, jeta pasi të zbres, ngjarjet të cilat do të ndodhin, veprimet që do t'i ndërmerr dhe të ngjashme. Do të mbetej tema e pashpjeguar, mirë, e pakuptuar apo e paplotësuar nëse nuk përmendi edhe nuanca nga feja e krishter, sepse e dini, Isa a.s. është epicendra e fesë së krishter, Jezu Krishti, ndërsa në Islam, Isa a.s. është njëri ndër 5 profetët që Kurani i quan Ulul Azm. Ulul Azmi me përkthy në gjuhën shqipe do të thot ata të vendosurit. Me një term më politik do të thot rebelët e pa kursyer. Rebel ndaj të keqes, të cilët nuk kursejnë asgjë nga jeta e tyre vetëm për ta çuar misionin e Allahut në vend, për ta shtrirë drejtësinë në botë, për ta rikonfiguruar njeriun dhe mbajtur atë brenda binarëve të njerëzorës dhe pika kryesore, të cilën e përmend tekstualisht edhe Muhamedi a.s. është ngritja e parimeve morale që të jenë në pjedestalin më të lartë. E dini hadithin e pejgamberit ku thot innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Me përkthy me një gjuhë kështu popullorçe, do të thot për asgjë tjetër nuk jam dërguar nga i madhi Zot, pos që vlerat morale, rregullat morale t'i çoj deri në pikën më të lartë të dëshiruar, të nevojshme për njerëzimin dhe të dashura tek Allahu i Madhreshëm. Andaj në këtë video do të dëgjoni edhe shpjegime nga krishterimi, nga Islami, konceptet, pikpamjet, mëdhëbet islame, çka flasin për Isën,
E në rastin konkret, me që tema është për zbritjen e sërishme të Isës, do të mundohem për atë sa do të kemi kohë ta shpjegoj në tërësi atë që më pastaj të krijohet, si që përdori një fjali si shpesh, të krijohet, të plotësohet ai mozaiku rreth kësaj teme kaq të debatueshme, e cila shumë herë ka qenë temë konfliktuoze midis të krishterëve dhe muslimanëve, mbase edhe midis vetë muslimanëve. Kush është Isa alayhi salam? Çfarë pasqyron ky njeri? Ju them, figura e Isës, i biri i Merjemës, Isa ibn Merjeme, siç e quan Kur'ani, zë një vend qendror dhe meritor në teologjin islame. Jo vetëm si një i dërguar i Allahut, por edhe si një aktor kyç eskatologjik të fundit të historisë njerëzore. Islami e vendos Isën apo i jep Isës një rol unik, jo të kryqëzuar, si që është në krishterim, por i ngritur tek Allahu Gjellëshanuhu, si pas disa pikpamjeve islame, jo i vdekur deri më tani, por se do të kthehet sërish në fundin e botës, në fundin e historisë, për të vendosur drejtsin, për të vrarë Dejjalin dhe për të volosur të vërtetën e tauhidit apo monoteizmit. Pra, në këtë video do të shpjegoj bazat kuranore të ngritjes dhe zbritjes së Isës alayhis salam, do të analizoj hadithet autentike mbi kthimin e tij, do të mundohem të shqyrtoj marrëdhënien e tij, marrëdhënien midis Isës, Dejjalit dhe Mehdi Muntadhirit. E për Mehdi Muntadhirin unë i pata bë 3 tema, 3 video të veçanta, nuk di se sa keni arrit të përcjellni, por janë shpjegime referenciale në të cilat janë përmend burimet kryesore në lidhje me temën. Gjithashtu, këto sante do të mundohem të bëj një krahasim, një analogji sistematike midis judaizmit, krishterimit nga njëra anë dhe islamit nga ana tjetër. Hazreti Isa pra, i përmendur në Kur'an si i biri i Merjemës, por i përmendur edhe me titullin Mesih, është profeti të cilit i është zbritur Injili, i është dhënë Injili, libër ky në të cilën, sipas parimeve islame, paralajmërohet edhe ardhja e Muhammedit alayhis salam. Në Injil, Isa përshkruhet si një frymë dhe fjalë e Zotit dhe me epitete të tjera. Gjithsesi, Kur'ani e cilëson si një krijesë e Zotit, rob i Zotit, i dërguari i Zotit, por në asnjë mënyrë dhe asnjëherë si i biri i Zotit, aq më pak të jetë vetë Zoti, përkundrazi Kur'ani i quan të dalë feje ata të cilët e cilësojnë Isën alayhis salam si bir i Zotit, apo kur e përmendin punën e Trinitetit të Trinis. Pra, në krishterim, Jezu Krishti, Isa tek muslimanët, konsiderohet një biri i Zotit, e për këtë arsye është edhe vetë Zoti. Në Injil tregohet gjithashtu se Isa ose emri Isa i u dha atij me udhëzimin e angjëllit. Angjëll ky që i shkon Josefit apo Jusufit, përmendet te Mateu 1:21 dhe në te Marku, te Luka, më falni, 1:31. Angjëlli, sipas tyre 2 referencave të Injilit, i zbret Josefit dhe e paralajmëron që ta quan me emrin Isa. Emri i Jezus, keni sabrin miq që ta bëj një farë kronologjie, një shpjegim të gjithanshëm, duke dashur si gjithmonë që videot e mia
as të mos jenë tepër të shkurta, siç bëhen videot në për rrjetet sociale, por të jenë të plotësuara në mënyrë që ato digresione, ato shtesa, ato dalje, në thojza, dalje nga tema, të jenë plotësime apo copza që e plotësojnë mozaikun e një teme. Edhe nëse thuhet ndonjëherë diçka që nuk ka të bëjë 100% me temën, jam mase i sigurt se juve do t'ju vlen si informacion. Andaj, keni sabrin, durimin gjatë dëgjimit të kësaj teme. Emri i Isës, i përdorur në gjuhët perëndimore, si Jesus, rrjedh nga fjala hebraike, Jehoshua, që dënë të thot nga Jahve, Jehoshua, që dënë të thot shpëtim, shpëton apo shpëtimtar. Dhe kjo fjalë është shkurtesë e formë, do të thënë është e plota e shkurtesës së fjalës Jeshua. Pra nga fjala hebraike. Në greqisht, Jesus përmendet si Lesous dhe prej andej kalon në latinisht si Lesos. Në greqisht Lesous, në latinisht si Lesos. Emri i Isës në Injil vazhdimisht shfaqet si Lesous në formatin apo në formatin e greqishtes. Në përkthimin grek të Dhjatës së Vjetër, 2 pjesë të para të Injilit, të vratit do me thanë, fjalët Jezueu, Jehoshua dhe Joshua kalojnë si Losus dhe nga ndej më pastaj do të përdoret emri Jesus apo Jesus në kuptimin e shpëtimtarit në përgjithësi në krishter, në krishterizëm. Të krishterët që e flasin gjuhën arabe, të më thënë, me prejardhje arabe, a ne kemi jetuar në mesin e arabëve një kohë jo të shkurtër, ata fjallën Isa e shqiptojnë me emrin hebraik Jeshua si Jesua. Në për kisha, në për katedralet të ndryshme në Egjipt dhe në për të gjitha vendet arabe, arab folse, përdoret fjala Jesua, që është forma sirianite, apo deformimi i formatit sirianit të fjales hebraike Jeshua. Disa studiues perëndimor pohojnë, flasin se forma e fjales Isa, që e përdorim ne muslimanët, i është imponuar Muhammedit a.s. nga vetë hebrejt me të cilët ka jetuar në Medine. Sipas kësaj pikpamje perëndimore, hebrejt i dhanë emrin Jesusit, pra emrin Esau, që pretendohet të jetë një përpjekje e mbajtjes së frymës së Esaut gjallë dhe Esau, sipas shpjegimeve hebreje, është i biri i Jakobit apo Jakubit a.s. Ata që thonë se fjala Isa nuk është hebreje, nuk është greke, nuk është latine, nuk është sirianite, por është fjalë arabe, këtë pretendim të tyre e argumentojnë me atë se fjala Isa vje nga rënja arabe ajese. Isa, ajese. Ata që e din arabishten, ajo jeja aty mund të lexohet, mund të kalohet si i e zgjatur. Pra, përjardhja arabe e fjales Isa vje nga ajese, e që dënë të thëtë të jesh i zbehet, të jesh me ngjyrë të bardhë, duke aluduar në lëkurën e bardhë që e ka pas Isa a.s. Të tjerët thonë se fjala Isa rrjedh nga awase, edhe ata që e din arabishten, edhe këto e din se wawi ka njëre përdoret si zgjatim, si zanore e zgjatur, e një shkronje paraprake, dërsa awase dënë të thot me qeveris, me menagjue dhe
të ngjashme. Këtë informacion e kam hasur tek Ragib Asfahani në librin e tij që është burim i pashtershëm i shpjegimit të terminologjive islame në El Mufredat të Ragib Asfahanit në hyrje të saj teksa flet për fjalën Ajese. Sa i përket titullit tash, fjala Isa e kuptum përjardhjen e saj, sa i përket titullit Mesih, Mesia, për nga rjedh kjo, që në gjuhët perëndimore shqiptohet si Krist në gjuhët perëndimore. Kjo fjalë rjedh nga greqishtja Hristos apo Kristos. Isa është një emër, ndërsa Mesia, majeni mend këtë, është një titull. Po e përsëris, fjala Isa apo Jesus është emër, ndërsa Mesih, Kristos, do të thotë është një titull hierarkik apo protokolar i fjalës Isa. Në Dhjatën e Re, në Injil, në Biblën e të krishterëve, Isa gjithashtu përmendet me emra dhe tituj të tjerë si Zot, si shpëtimtar, si biri i Perëndis, shërbëtor i Perëndis, biri i njeriut, bari i mirë, si rrugë, si e vërtet, si jetë dhe të tjera. E dini jo gjosisht se mbi emrat quhen edhe cilësor. Pra janë fjalët të cilët e tregojnë se çfarë është emri për të cilën flitet. Pra kjo ka të bëj kështu. Atëherë, me që e përmendum pak në islam, pak në krishterim, më lejoni këto ta shpjegoj në ca minuta Isën në fen e krishtere. Krishterimi, që ta dime, është një fe e bazuar. Kujdes shumë këto. Krishterimi është një fe e bazuar në besime dhe perceptime rreth Jezu Krishtit, jo prej Jezu Krishtit. Rreth Jezu Krishtit, për dallim nga Islami, a këtë pranon edhe teologjia e krishter, për dallim nga Islami, se Islami është fe që burim e ka Kur'anin dhe Sunnetin, pra Muhamedi alayhi salatu wasalam është pjesë integrale e Islamit, nga ku nxjerren besimet, normat, konditat, rregullat, urdhresat, ndalesat, pëlqimet, ajo çka është e papëlqyer, e urrëtur dhe të ngjashme. Në krishterim, besimi i krishter ngritet mbi perceptimet apo besimet rreth Jezu Krishtit, që i bie se Injilet, ata 4 që janë pranuar, siç e kam shpjeguar në videon kur fola për papën në Turqi, ata 300 e tepër Injil i largojnë dhe i ndalin vetëm 4 prej tyre. Qëta 4 Injila e shpjegojnë krishterimin, apo e ofrojnë krishterimin si besim dhe perceptim rreth Jezu Krishtit dhe jo fjalë direkte të Jezu Krishtit. Ka thënë dhe të ngjashme. Për këtë arsye, të nderuar, identiteti, natyra dhe mesazhi i Jezu Krishtit janë bërë debate shumë të ngjeshura, kontrare, kontradiktore përgjatë gjithë historisë së krishterizmit. Dhe në shumë vepra paraqitet me koncepte duke u bazuar në tekste të shenjta të tyre, paraqitet në formate shumë herë kundërthënëse deri në përmasa, sikur të mos flisnin bijt e një feje. Fillimisht të them kështu të emërtimi i tij apo të cilësimi i tij, se a është biri i Zotit, a është vetë Zoti, a është fjalë e Zotit, a është frymë e Zotit dhe të ngjashme. Pra, për te i kësaj, në teologjinë e krishter, vdekja 1, ringjallja 2 dhe ngritja e Isës në qiell janë shumë më të rëndësishme se sa jeta e tij toksore.
Andaj në ungjit kanonik, jeta e tij, jeta e Isës, jeta toksore, nuk përmendet me ndonjë rëndësi të madhe, bile nuk i jepet fare ose pak i jepet rëndësi, dhe në ungjit e tjerë që theksojnë apo përmendin, shpjegojnë, transmetojnë jetën e tij toksore, ofrojnë informacione të pakta, kryesisht rreth fëmijërisë, rinisë, dhe që në përgjithësi nga ajo tërësia mendimi i përgjithshëm konsiderohen si apokrife. Ku ka lind Isa? Një ndër problemet apo trajtesat kontrare dhe kontradiktore brenda hemisferës teologjike të krishterë. Edhe pse në ungjij gjejmë, shohim se ku thuhet se Isa ka lindur në Bejtlehem në gjuhën arabe, ai në shumë vende po aty duket, paraqitet, shpjegohet se ka lind në Nazaret. Megjithatë, origjina dhe kuptimi i fjalës Nazaret ende edhe sot e kësaj dite është e diskutueshme, sepse Nazarati është edhe emër i një vendbanimi, por është edhe një lëvizje fetare brenda krishterimit në kohët e hershme të tij. Megjithatë, Mateo, njëri nga ungjejt, shënon se Jezusi lindi në Betlehem të Judesë. Përpara se të lindte ky Jezusi, Isa a.s., nana e tij, Maria, që tek ne themi Meriemi, jetonte në Nazaret. Në një kohë kur angjëlli e paralajmëron se po i përgatitet komplot Isës, asaj në fakt, më falni, ajo ik edhe shkon në Egjipt, jeton një kohë atje dhe më pastaj kthehet përsëri në Nazaret, ku i kalon 30 vjetët e saj deri në vdekje. Sa i përket ditëlindjes, edhe këto ka paqartësi se kur ka lind. T'ja u bëj me dije një segment që ndoshta e keni dëgjuar rrallë, mos them nuk e keni dëgjuar. Personaliteti rreth të cilët është shkru në mënyrë kronologjike, më thënë biledhe të tepruar, çdo gjë, çdo frymëmarrje, çdo hap, çdo e shkume, çdo e ardhme, çdo e thënme, çdo e të menduar, çdo e shprehur, çdo gjë, si asnjë tjetër në historinë e njerëzimit është Muhamedi a.s. Dhe unë, me gjithë kritikat që i bëhen e kronologjisë së jetës e pejgamberit se është tepru, unë e konsideroj një nga mrekullit, mu'gjizat e ruajtjes së vërtetësisë së Islamit. Sepse po të mos ruheshin çdo gjë që e ka thënë pejgamberi, ani pse ka edhe të falsifikuara aty, do të ndodhte sikur edhe me Isën apo me Musën alayhimus salam, për të cilët ka kontraritete, kontradikta, aq të theksuara sa disi edhe e zbehin apo japin të kuptojnë në pavërtetësinë e originalit që gjendet sot në duart e të krishterëve. Sikur rreth emrit, titullit të tij, vendlindjes së tij, edhe tek ditëlindja e tij ka kësi paqartësi dhe pasaktësi. Data e përdorur sot si lindja e Isës propozohet për herë të parë nga Dionisi i Ekzikut, që ishte një prift që po jetonte në shekullin e 6. Jezusi, Isa, lindi në Bejtlehem, pra që këto nuk ka kurfar dyshimi sipas konceptit islamik, mirë po në doktrinën teologjike e krishter, vetë thuhet aty se ka lindur gjatë kohës së mbretit Herod. Mateo 2:1. Kur Herodi komplotoi për ta vrarë Isën,
Gjozefi paralajmërohet thash pak përpara nga Angeli që ta lëshoj vendin, e çon në Egjipt dhe më pastaj kthehet aty dhe e vazhdon jetën e tij. Herodi, nëse e këshyrëm në histori, ka sunduar 37 vjet dhe ka vdekur që aty midis viteve 12 dhe 13, të marsit më saktë të vitit 750 sipas kalendarit romak. Pashkët fillojnë me 12 prill të vitit 750. Prandaj, do të ishte shumë më reale dhe e arsyeshme të konsiderohet data e vdekjes së Herodit me 1 prill 750 ose 4 para Krishtit, para erës sonë, para Isës a.s. Do me thonë, më e logjikshmja është të thuhet se lindja e Isës ishte aty ka fundi i vitit 5 apo fillimi i vitit të 4 para erës sonë. 25 dhjetori i pranuar nga kishat perëndimore si data e Krishtlindjeve festohet për herë të parë si ditëlindja e tij në shekullin e 4. Pra jo nga koha kur ka jetuar ai. Edhe këto ka mosmarrveshje midis kishave të ndryshme të krishterë në lidhje me këtë. Sipas ungjive, Maria e lindi Isën pa baba, përmenden edhe ato dialogjet e shpifjet e mosmarrveshjet rreth saj, për dallim nga Islami, kjo Merjemja ose prinderit, jo Merjema, po prinderit e Maris, po jetonin në Nazaret, në Galile, para lindjes së Isës, dhe se Merjemja në këtë kohë, para lindjes së Isës, ka qenë e fejuar me një zdrugtar të gjuajtur Gjozef nga shtëpia e Davidit. Me qenë se halla e Maris, e Merjemës, Elizabete, rrjedhte nga Aaroni apo Haruni, Maria duhet të kishte rrjedh natyrisht nga po e njëjta familje si një ndër 4 familjet më të privilegjuara dhe më që përmenden me emër dhe me mbiemër edhe në Kur'anin e Madhërisëm. Në shekullin e 19, miq, fillojnë debate nëse Jezu Krishti ka qenë figurë historike apo jo. Disa argumentojnë se personi i tij, ai vet, nuk ka ekzistuar fare, por është një legjend. Të tjerët e pranojnë atë si një figurë historike, mirë po pohojnë se rrëfimet, tregimet, ngjarjet, shkrimet rreth jetës së tij janë mitologjike dhe nuk kanë të bëjnë asgjë me realitetin. Në krishterim, Jezu Krishti është shumë i rëndësishëm, edhe historikisht, pra edhe teologjikisht, sepse parimet bazë të kësaj feje lidhjen me shpjegimet të cilat bëhen rreth Jezu Krishtit. Sipas besimit të krishter, Isa është fjala e mëshiruar e Zotit dhe për këtë arsye disa pikpamje, medhhebe, drejtime, shkolla të krishtere e pranojnë edhe si Zoti vet. Në ungjij, atij i atribuohen mrekulli të shumta. Për shembull, mrekulli ka qenë lindja e tij, ngjarje që lidhen në familjen e tij, ecja e tij mbi ujë, shndrrimi i ujit në ven, pra pastaj qetësimi i një stuhie të madhe që e kishte kapluar vendin me urdhëresë të Isës, pastaj tharja e fikut, pastaj parashikimi i së ardhmës, është cilësi e krishtere e bazuar në mrekullinë e Isës, e që në Islam është ndaluar rrapsisht të vihen me parashikime, së paku duhet me thonë në fund insha Allah, me izë të Zotit, me leje të Zotit. Pastaj
njohja e mendimeve dhe zemrave të njerëzve i ka ditur Isa, pastaj shërimi i sëmundjeve, pastaj ringjallja e të vdekurve, ringjallja e tij pas vdekjes, ngjitja e tij në qiell, ushqyerja e shumë njerëzve me shumë pak ushqim, falja e mëkateve të njerëzve duke i lutur atij dhe të ngjashme. Këto cilësi janë kryesorët si pas krishterimit për Isën a.s. Gjithashtu në krishterim, bazuar në ungjej, jepen edhe paralajmërime për ardhjen e sërishme të Isës dhe këto Islami me krishterimin pajtohen me gjithë që mund të ketë dhe ka dallime në mënyrat e ardhjes dhe simbolikat që dalin, impaktet që dalin nga kthimi i Isës. Pra, para se të vijë Isa në krishterim, 1. Do të ketë konflikte ndërkombëtare, 2. Do të përhapet uria shumë, 3. Do të ketë tërmete dhe shtërngata të mëdha, 4. Shumë do të pretendojnë se janë Mesihu, janë Isa, do më thënë dalin pejgamber ardhës të rajshëm, pastaj dielli do të errësohet, nuk do të ketë dritë, pastaj hëna nuk do të jep dritë, pastaj yjet do të bie një pas një, pastaj biri i njeriut do të vijë në këtë kohë dhe ky më pastaj me lavdin që do ta sjell do ta kthej gjithë njerëzimin në fejen e Zotit, do ta vret antikrishtin, e shpjegova djetë Dejjalin, dhe do t'i shpërblej ata që bëjnë mirë dhe do t'i ndëshkoj ata që bëjnë keq. Në botën e krishter ekziston gjithashtu një besim me një interpretim të një mijëvjeçari. Se çfarë është kjo? Se Isa pasi të kthehet do të ketë kohë deri në ditën e Kiametit edhe 1000 vjet dhe në këtë kohë do të ndodh Armagedoni apo luftrat e mëdha apo siç i quajnë konspiracionistët mashtrues dhe të neveritshëm tek ne, se lufta e tretë botërore, lufta kjo. Pra, tekstet fetare, teologjike të feve, duke mos i njohur as bërthamën, as përmbajtjen e as përse afërmi, mundohen të figurojnë, të trajtojnë me terminologji politike, geopolitike të problemeve të luftrave të tanishme. Megjithëse që kjo puna e 1000 vjeçarit është prezente në fen e krishter, kisha katolike, katolicizmi e hedh poshtë bindshëm këtë tendencë dhe thot se kjo është e hyrë nga Israiliatet apo nga judenjet, nga hebrejt dhe nuk ka të bëjë me originalitetin e fesë. Në rregull. Po Islami si e sheh Isën? Isa është, e përmenda, njëri nga profetët ulul azm, emri i tij ose një nga atributet e tij përmendet në 93 vende në Kur'an në 15 sure. Pra, Isa a.s. në Kur'an përmendet në 15 sure e në to në 93 ajete, si emër apo me atributet e tij. Kryesisht përmendet në Ali Imran, në El Maide dhe sure El Maryam, ku aty jepen informacionin në Kur'an rreth lindjes së tij, mbrojtjes së tij në tokë, thirrjes së tij, mrekullive të tij, fundit të tij, fundi i botës dhe të ngjashme, e në një vend aty përmendet edhe ngritja e tij tek Allahu që do ta shpjegoj pak më vonë. Në Kur'an, pra, përmendet si Isa i biri i Meryemës, si Mesih dhe me emra të tjerë. Atij gjithashtu i jepen atributet të tjera të shumta. Isa pra përmendet 25 herë, prej tyre 23 herë si i biri i Maris dhe në disa opcione të tjera në 16 vende të tjera vetëm si Isa. Fjala Mesih përdoret 11 herë ose
në formate të tjera, mos t'i numroj këto edhe emrat e sureve në të cilat përmendet Isa në Kur'an. Megjithatë, fjala Mesih, përveç Isa i biri i Meriemës, nuk përdoret në kuptimin që ia atribuojnë të krishterët. Isa apo Mesiu, ashtu si profetët e tjerë, janë të krijuar si çdo krijesë tjetër që e ka krijuar Allahu xhaleshanu. Se ai është rob shërbator i Allahut dhe i bën shpjegime pastaj të ndryshme. Ndër emrat kryesor me të cilat atributet cilësorët me të cilat cilësohet Isa a.s. është Muayyad, Ruhullah, Kelime, Waji, Salih, pastaj Munabbi, pastaj Musaddiq, pastaj Aje, pastaj Merfu, pastaj i pastruar, pastaj shërbator, pastaj profet ose rasul, pastaj i bekuar, pastaj dituri në botë, pastaj mëshirë dhe të ngjashme. Përveç Isës, që ka të bëj me Islamin, nga koncepti islam, dhe të cilët Islami i jep një rëndësi shumë të madhe pas Muhamedit a.s. si koncept i zbritjes tek Muhamedi a.s. Isa zë vendin më meritor, hapsinor dhe kohor që e shpjegon Islami. Përveç emrit të tij, cilësimit të tij, nënës së tij, Kur'ani përmend edhe familjen e tij, gjenealogjinë e tij, ku aty merrte pjesë Meriemja si një familja Ali Imran, si një nga 4 familjet që i përmend Kur'ani, Ali Imran 33 dhe të ngjashme. Kur'ani e shpjegon që në fillim jetën e Meriemës, kush është ajo, e bia e kujt është ajo. Këtu ka do divergjenca mes Islamit dhe krishterimit, bia e Harunit, motra e Harunit dhe të ngjashme, sa është fjala për Harunin e kohës së Musës, pra Islami po gaboj ka këto, por që nuk është ashtu, ne kam pas shpjeguar me një emision diko se Haruni i përmendur në Kur'an si motra e Meriemës nuk është Haruni i kohës së Musës, por është një Harun që me të njëjtin emër ka jetuar në kohën kur ka jetuar edhe Meriemja. Përmendet gjithashtu edhe çështja e fëmijërisë e Isës, në pranin e Isës, në Meriemës, lindja e Meriemjes që e bën Isën pa baba, shpifje që fillojnë për te, pastaj sanksione që kërkohen të kryhen në te, sepse po njollos familjen Ali Imran, hebrejt, me të gjitha mënyrat, si që kanë vepruar edhe me profetët e tjerë, edhe me Isën, mundohen që ta demaskojnë nanën e tij familjarisht e natyrisht edhe për t'ja stopuar rrugën Isës që ishte i dërguari i Allahut për shtrirjen e fjalës Allahut dhe për çuarjen e misionit hyjnor të Allahut në popullin ku kishte zbritur. Kur'ani e përmend gjithashtu Isën si një rast unik apo specifik në krijimin e tij. E sjell shembullin e krijimit të Isës si shembulli i krijimit të Ademit. Ademi u krijua pa bab e pa nan nga dheu, ndërsa Isa u krijua doli nga nëna, por pa bab. Inne mathala Isa inda Allahi ka mathali Adem. Shembulli i Isës tek Zoti është sikur se shembulli i Ademit. Khalaqahu min turabin, të parin e krijoi nga dheu, thumma qala lahu kun feyakun, pastaj i tha bëhu dhe bëhu. Dhe është bë. Që ka çështja e kun feyakun, bëhu dhe bëhet, është një temë që vërtet don një trajtim serioz, inshallah moj ndonjëherë me shpjegu gjejko, me e shpjegu se në çfarë kuptimi e përmend Zoti fjalën kun. Fjala kun është një farë thyerje e ligjësisë
e rregullave, ligjeve të Allahut që i vendon në natyrë e që Kurani i quan sunnetullah ose ayatullah. Sunnetullah, ligjet e Zotit në ekzistencë. Kun feyekun është thyerje, pra te i kalim, sikurse intuita. Shembulli ndoshta nuk është shumë kështu, po intuita, çfarë është intuita? El hats në gjuhën arabe, intuition. Njohja ose marrja e diturisë do të kalojë në për procedura, në për shkallë hapa të parapar për të arritur objektit deri te subjekti për të marrë diturinë aty. Për shembull, kur shiqojmë diçka, po shiqoj këto, pra syni do të lëviz ka që ky objekt këndej dhe pastaj subjekti të vije, dituria rreth të vije në kokën time. Intuita është arritja e objektit tek subjekti pa kaluar në për procesin e njohjes të cilin e shpjegojnë shkencat përkatëse në lidhje me njohjen. Në një ajet tjetër, Kurani thot, këtë shka e përmenda, kur i thonë ja ukhte Harune, ma kane ebuki mra'e su'in, wa ma kanet ummuki bagija. Falni. Nana jote nuk ka qenë e keqe, as baba jote nuk ka qenë i keq, nuk ka qenë i pamoralshëm, prej ka e sjellje ti këtë çështje. Mariemja tash bën me shaj ka djali, që ky le të flet dhe t'ju tregon se si është ngjarja, fe esharet i lejhi, ja boni me shaj, qalu kejfe nukellimu men kane fil mehdi sabia. Qysh na me fol me një fëmijë që ai ende është si foshnje e sapo lindur, që është edhe kjo temë të cilën bën me e spjegue në të ardhmen. Isa këto me njëherë vepran edhe thot, kale, ju drejtohet atyre, inni abdullahi, unë jam rob i Zotit, krijes e Zotit, atani l-kitabe, më ka ardhur Injili, më shpallur Injili, liber i shpallur, wa ja'alani nabiyya, dhe unë më ka bë mua profet. Një digresjon, se inshallah muj me shpjegu të rinë fund. Që kjo puna e Trinitetit, ose puna e Isës si i biri i Zotit. Kur e shpjegova ardhjen e këtij papës në Turqinë në Nikea, e shpjegova se ai konseji i Nikeas, megjithëse që thuhet se aty është bë ndarja dhe përzgjedhja, klasifikimi i ungjilave, ingjilave, në fakt në këtë konsejin e Nikeas vihen bazat e Trinitetit të krishterimit. Ati biri shpirti i shenjtë, se Isa është i biri i Zotit dhe është vetë Zotit sipas disave në krishterim. Her i biri Zotit, her Zotit. Përse, sepse në këtë kohë një farë Ariusi, që ka jetu në Aleksandri, fillon me hap debate në perandorinë romake, debate që shkojnë deri në konflikte edhe të armatosura midis të krishterëve të asaj kohe, ku në këtë kohë thuhet se Konstantini ende ishte pagan, nuk e kishte pranuar krishterimin, që ky Ariusi fillon të kërkoj nga teologët atërshëm, nga periferi, që t'i vihet fund kësaj çështje, sepse Isa nuk mundet me qenen i biri i Zotit e as Zoti vet, por është krijesë. Edhe mlidhen nejse ma aty, me rekomandim, me urdhëres të Konstantinit dhe e bin ato. Kur ndodh kjo? 300 vjet pas vdekjes së Isës dhe 300 vjet para ardhjes së Muhamedit a.s. në mes. Kjo surja Kul Huwallah, Ikhlasi, të cilën e lexojmë vazhdimisht për çdo ditë. Ma mërmenja të gjithë ata që kanë mësu diçka nga Kurani, ndër suret e para që i kanë mësue është suret Ikhlas. Kul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Në fakt do ta dini se Kul Huwallahu, që kjo sure 300 vjet e diçka e zbritur pas
koncejt të Nikejës, është përgjigje direkte kundër koncejt të Nikejës, se ju po thoni se Zoti e ka bir Isën dhe Isa është i biri i Zotit, ndërsa ne po thojmë Allahu nëpërmes Xhibrilit tek Muhamedi alayhis salam në Kur'an po thët se Allahu është një, nuk ka lind, nuk lind prej tij dhe nuk i përngjet askujt, është i më vetësuar. Është përgjigje ndaj Trinitetit aty dhe thirrje për besimtarët e arshëm se monoteizmi islam nuk pranon asnjë qenie tjetër t'i përngjet Allahut, por Allahu është i papërngjashëm, nuk vjen nga askush dhe askush nuk buron. Megjithçe si me skalper e ndan vetveten islamin nga krishterimi, megjithçe me një ashpërsi përmbajtjesore, jo me fjalë të jesh i ashpër, megjithçe ndahet si me skalper, ndahen rrugët e islamit me krishterizmin, Kur'ani e përdor një metodë. Zati është thirrje kur'anore që kur shpjegohet Islami të shpjegohet duke i përgjedh fjalët më meritore, të flasim sa më arsyeshëm, të jemi sa më të pranueshëm, të jemi sa më të lexueshëm, të jemi sa më studioz, të mos jemi të prerë, të mos jemi të ashpër, të mos e pranojmë mendimin e ndryshëm, të mos e refuzojmë elshura, komunikimin e ndërsjell, megjithçe, Kur'ani ju drejtohet të krishterëve me ja ehlel kitab për rastin konkret. Sikur o ju vëllezër në kuptim, o ju të cilët keni libër të shpallur sikur edhe ne muslimanët, o ju të cilët, o idhtarët e librit, nuk e di ka rreth që ka fjala idhtar, gjithmonë më aludon në idht, e di idhtar për krahas, por o ju të cilët keni libër të shpallur, la taghlu fi dinikum, mos e teproni bre në fen tuaj, la taghlu, mos shkoni në ekstremizëm në fen tuaj, edhe me thonë se janë tre zotna, se Muhamedi është dejjalli sa i tjetri, wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Mos thoni për Zotin asgjë tjetër, pos të vërtetën hyjnorët e Zotit, se ai është një. Pra, Kur'ani e sheh profetin Isën a.s. si një krijesë, që ta thot ai inni Abdullah, nuk thët inni Rasulullah përpara, megjithëse të cilësuarit e një njeriu si profet, si i dërguar i Allahut, si një i dashur i Allahut, Muhamedi a.s. se të thëtë abd, unë jam rob i Zotit, unë jam krijesë e Zotit, e masi jam krijesë e Zotit, masi jam njeri, unë jam i shpallur i Zotit. Pra, të qenurit krijesë e Zotit, dhe më pastaj fisnikrim i kësaj krijesës e Zotit, me një njerëzishmëri që i dohet njeriut, pastaj vllati bano doktore, inxhiniere, bujke, çka dush bano. Por, ta dish se je i krijuar nga Zoti, se do të jesh njeri para së gjithash, e më pastaj vije profesioni, sikur tek rasti i profetëve të dërguar të Allahut. Kur'ani e mohon kategorikisht kryqëzimin të cilin pretendohet se i ja kanë bërë këta hebrejt. Sipas shpjegimeve islamistike, është një farë Juda Iskarioti, që i ka përngjati, apo në momentin delikat, Zoti e bën që t'i përngjet Isës dhe ato e vrasin dhe në vend të Isës, por Isa që nuk është vra. Sipas kësaj, Isa nuk është vra dhe është ngritur në qiell. Problemi në Islam i fillimit të temës që e bëra deri më tani fillon pikërisht këto. Nëse Isa nuk është vra, miq, nëse Isa nuk e kanë vra hebrejt, siç pretendohet dhe është simbolika kryesore e krishterimit, kryqëzimi i Isës dhe vrasja e tij, e që
të krishterët thonë se ai do të kthehet dhe do të punon në përhapjen e krishterimit, ndërsa Islami thot do të kthehet, por do të punon me sheriatin e pejgamberit të fundit, me mësimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ai do t'i ndihmon njerëzve, do ta vret, sipas Islamit do ta vret Dejjalin, do ta përhap të mirën në botë, deri në ato përmasa sa edhe ujku dhe qengji, ka hadithe që flasin se do të jetojnë në një paqë. Se sa mund të realizohet kjo, me ju thonë drejtën o burra, po, fuqia Allahut e bën ujin avull, e avullin e hub krejt e tret, krejt e bën termete, a ka kush që besimtar që dyshon në fuqinë e Allahut. Por, do t'i cekë tash në fund, janë 4 teori të cilat flasin mbi ardhjen e Isës, mbi zbritjen e Isës, se për Mehdiun thuhet se ka me ardh, për Isën thuhet se ka me zbrit, fjala nuzul, pastaj dhuhur, pastaj te Dejjali megji, ardhja e Dejjalit, paraqitja e Mehdiut dhe nuzuli, zbritja e Isës, janë 3 terminologji të ndryshme në përmbajtje dhe në formë që flasim për 3 objekte që do të paraqiten. Për te Isa majeni men, nuk thuhet ka me ardh Isa, por ka me zbrit Isa, sepse Kurani thot se e kemi zbritur nalt. Tash, puna. Idh qala Allahu ja Isa, inni mutawaffike wa rafiuke ileje. O Isa, Allahu po i thet, o Isa, a e di se na ta kemi marrë shpirtin, mutawaffike, të kemi vdek, wa rafiuke ileje, dhe të kemi ngritën të na. Fjala mutawaffike, tawaffa, është fjalë rreth së cilës ka lind debate dhe që është dhe ka krijuar më pastaj koncepte, pikpamje, medhhebe të ndryshme brenda Islamit sa i përket fjalës së vdekjes së Isës. Tawaffa, nëse e kshy në lisanul arab, tawaffa, e shese fjala tawaffa dënë të thot ndarje e trupit prej shpirtit, pra vdekje në kuptimin shqip që ne e thojmë. Ndërsa fjala raf në lisanul arab, në fjalorët kryesor të gjuhës arabe, fjala raf me ngrit i ka 2 kuptime. Një, ngritje e një objekti fizik nga një vend në një vend pak më lart, por edhe ngritje në vlerë, në vlerësim dhe të ngjashme. Fjala rafa përdoret edhe tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak. Ne ta kemi ngrit tyje emrin në pjedestalin më të lartë të moralitetit njerëzor. Raf, pra, që përdoret e Isa, përdoret edhe, pra, sipas këtij koncepti, Isa ka vdekur, ndërsa fjala raf e ka kuptimin e lartësimit të emrit të Isës, e lartësimit të tij edhe me trup. Por në momenti kur ata deshten me të bë komplotin dhe me të vra, si dhe lartësimin e vlerës dhe fjalës sate që do të përmendet deri në ditën e Kiametit. Pesho se koha mbaroj, është ky ajeti të cilin shumë kushi e merr si një argument, është ajeti i 61 i surës Zuhruf, ku Kurani thot wa innahu la ilmun. Ai është një njohuri, një dituri lisa për ndodhjen e ditës së Kiametit apo shkatërimit të botës. Fela tamtarun biha, andaj nuk ka kurfar dyshimi, mos dyshoni në të, fattabi'uni hadha siratun mustaqimun. Më përcjellni mua, po thot Zoti, sepse kjo rrugë është si rruga më e vërtetë. Tek që kjo fjalë miq, te fjala ilm, që është ain, lam edhe mim. Në gjuhën arabe
Varsisht prej vokaleve që vdohen bëjshkronjë dhe nënshkronjë, a gjuha arabe i ka vetëm 3 vokale, tjerat i ka krejt bashkëtingëllore, e ka A, I edhe U, gjuha arabe. Ata të cilët e mohojnë se fjala ilm këto e përdorër është informacion për ditën e kiametit, thonë se është lexuar gabimisht, sepse fjala alime ka dallim prej fjalës tjetër që buron nga e njëjta me të njëjtën shqiptim. Pra, këto fjala el-ilm në qëtë ajet e përbër nga shkronjat ajn, lam, mim, se e kam të shkruar, ajn, lam, mim, është lexuar si alem, shenj, argument, që në shenj për argument, që në fakt do të lexohet ilm, që ne e lexojmë edhe e kemi në Kur'anet e tonë që shkruhet ilm, që do të thotë dije. Pra, fe innehu le ilmun lisa, është një njohje, një dituri se do të vi dita e kiametit. Edhe nuk është le alemun, nuk është shenj e ardhjes së ditës së kiametit, mendimet e dietarëve. Edhe 3-4 minuta marr në përgjithësi, miq. Janë 4 koncepte, 4 pikpamje të cilat flasin se a do të kthehet Isa apo nuk do të kthehet. I pari thot se kur u shënjestrua Isa a.s. për të vrarë, ai u ngrit në pranin e Allahut xhalleshanuhu me shpirt edhe me trup. Ai do të zbres në tokë para ditës së kiametit, do të ndjek mësimet e Muhamedit a.s. do të vras antikrishtin Dejjalin dhe do të vendos drejtësi në tokë. Ajetet dhe hadithet e bëjnë të domosdoshme besimin në këtë sipas pikpamjes së parë, sepse ajetet thonë se Isa nuk u vra nga armiqtë e tij, por se shpirti i tij do të merret më pastaj nga Allahu i Madhreshëm. Argument për këtë e gjojnë edhe qëtë ajetin wa innehu la ilmun lis-saa, e përdorin ajetin në 61 të surës e Zuhruf. Për më tepër se kaq, hadithet që përmendin rastet e këtilla janë të kategorisë tewatur, apo me thonë shqip të transmetimit masiv. Tewatur janë transmetime shumë transmetues, shumë transmetime flasin për një, që kjo shumë si e forcon atë që është në metnin apo në përmbajtjen e hadithës. Ata që nuk e din, hadithi përmbahet nga dy hemisfera, nga 2 pjesë. Janë transmetues ka thënë, dhe ai ka thënë pejgamberi dhe pastaj nga aty ka thënë pejgamberi 2 pika janë fjalët e pejgamberit. Hadithet mutawatir janë ato të cilat ka transmetime të shumta dhe të ndryshme në lidhje me një meten të hadithit, me një thënie të pejgamberit a.s. Sipas qesaj, sipas këtij koncepti, edhe hadithet që flasin në favor të zbritjes së Isës janë mutawatir, nuk janë ahad të veçuara, transmetime të aty këtushme, por janë mutawatir dhe janë të fuqishme. Ibn Khalduni e ka një shprehje në El Muqaddime, spedicën në faqe tash, kur thot se te Shia, ardhja e Mehdiut është zëvendësim i idesë së Krishte të ardhjes së Isës a.s. Megjithëse që burimet shiite e refuzojnë këtë pikpamje të Ibn Khaldunit dhe thonë se edhe Isa edhe Mehdiu do të vinë. Mehdiu do të vijë para kohës së Isës, do ta pastroj pak situatën o borën e shtëpisë, pastaj do të vijë Isa, do ta myt antikrishtin Dejjalin dhe do të ndodh pastaj pas 7 ditë, 40 ditë, dita e kiametit. Pikpamja e dytë, miq, thotë se kur Isa a.s. ishte gati të vritej nga armiqtë e tij, Allahu xhalleshanuhu i mori shpirtin të wafike,
ta kemi marrë shpirtin të kemi vdekur në përmes një vdekje natyrale dhe se shpirti i ti rafa'na e kemi ngritur tek ne, thot Allahu i madhreshëm. Kurani në lidhje me këtë shpjegon mënyra të ndryshme, por edhe hadithe ka të cilat flasin se shpirti i Isës është në pjedestalin e lartë tek Allahu i madhreshëm për nga vlera dhe të ngjashme. Ajeti gjithashtu në këtë rast flet, sikurse edhe hadithet, se ajetet të cilat flas kë inni mutawafike rafi'uke ileje japin të kuptojnë dhe mbështetje të plot kanë ata të cilat thonë se Isa ka vdek, nuk e kanë vra, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, as nuk e kanë vra, as nuk e kanë kryqëzue. Përgjigje hebrejve dhe të krishterëve, por e tregon realitetin se ai nuk është ngrit edhe me trup, por vetëm me shpirt. Pikpamjen e këtil e mbështesin mendimtar të mëdhej, i pari prej tyre Taftazani, i cili thot se hadithet që flasin me rastin e zbritjes së tij janë hadithet që pranojnë interpretimin e ta'wilin, sepse nuk janë hadithet të prera sikur të ishte ardhur në Kur'an. Pra, hadithet ahade, thot Taftazani, e që shumica haditheve që flasin për zbritjen e Isës janë hadithe ahade, janë hadithe të cilat po bie në kundërshtim me një ajet kuranor, hadithet ahade do të hidhen me njerëz si të pavlefshme. Mirë po thot Taftazani, kur është fjala për hadithet mutawatire, me shumë transmetime, më të fuqishme, nëse bie ndesh me Kur'anin, nuk do të thot se ne do ta hedhim poshtë sikurse ahadin, por do ta marrim në trajtim dhe ta sigurohemi se nga cila perspektiv pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka shtjelluar një çështje e cila nuk është e përmendur në Kur'an. Grupa e tretë, jo që kjo e dyta, thonë se nuk është e logjikshme që Allahu ta thej ligjin e vet, sepse ligj i kësaj bote është njeriu të jeton në këtë botë, të rritet, të zhvillohet, të plakët, nëse plakët, dhe të vdes. Dhe pasi të vdes, shpirti të ndahet nga trupi dhe të shkoj shpirti tek Allahu, ndërsa trupi nga atje ku ka ardhur prej dheut. Dhe e treta, këta që e refuzojnë ngritjen e Isës me trup dhe se do të zbret sërish para ditës së Kiametit, thonë se Muhamedi a.s. është profeti i fundit, e ardhja e një profeti, e një pejgamberi tjetër, është në papajtueshmëri me parimin e Khatemun Nebijin, që thot Kur'ani se Muhamedi a.s. është pejgamberi i fundit. Dhe arsyetimin e fundit e thonë se si mund të pranohet e logjikshme që një njeri të jetë dërguar si profet nga fëmijëria e tij deri në moshën tazamit 33 vjeçare nëse ka vdekur atëherë, ka interpretime të ndryshme dhe më pastaj për një arsye të caktuar të heket titulli dhe më pastaj ai ta vazhdon jetën si pasues i Muhamedit a.s. dhe jo më si profet. Pra, i shpjegojnë këta se interpretimet e tilla, hadithet e tilla janë hadithe të falsifikuara, të shkruara sidomos në kohën kur fillon përpilimi i hadithit, bile përmendet edhe njani me emën se është filon emni që i ka fillue me i falsifikue hadithet. Pikpamja e tretë janë pikpamja e tretë në lidhje me vdekjen dhe zbritjen e Isës në botë nuk interpretohet, thot se ajetet të cilat flasin në lidhje me këtë çështje dhe hadithet të cilat flasin nuk interpretohen si duhet. Pra,
me që nuk po interpretohen si dohet, me që janë muteshabihate në esencë, të pakuptueshme për një kohë të caktuar, a ka mendimtar të ndryshëm që i refuzojnë muteshabihatet, se asgjë në atë kuptimin e pakuptueshme, se në Kur'an nuk ka asgjë të pakuptueshme, çdo gjë është e pakuptueshme, përndryshe pse Zoti i zbret njeriu diçka që nuk do ta kupton kurr. Ka mendimtar të cilët kur folin për muteshabihatet, këto të paqartat, thonë se ka në Kur'an muteshabihate, por një muteshabih në një kohë të caktuar, nesër mund të jetë muhkem. Për shkak se në qëtë kohë shkenca, arsyeja, logjika njerëzore nuk ka arrit ta kuptoj me zbulime të ndryshme, të shkencave të ndryshme, që kjo e pakuptueshme sot, nesër bëhet e kuptueshme dhe shndrohet në muhkem, dhe këtë mendim e mban dhe i rre besnik dhe shpjegon në mënyrë spektakolare i madhi i shekullit 20, profesor Dr. Hussein Gjozo. Një njeri, një mendimtar, boshnjak, për të cilin pretendoj, pa pik hezitime dhe sfidoj, se nuk ka shkronjë një fjalë të cilën e ka shkruar dhe të cilën unë nuk ja kam lexuar. Të gjitha dhe shumë venda aty edhe më shumë se njëherë. Trajtesa që i bën ai vërtet në mënyrë spektakolare. Nëjse, grupa e të tretë që kjo pra, thot se ajetet nuk po flasin qështu, mundohet me e bo një farë ndërmjetësimi si esharetet. Esharetet janë një farë ndërmjetësimi mes mu'tezilitëve dhe atyre shka janë tekstualist, muhaddithinve. Mundohet me gjetë një farë mesitartë. Edhe që kjo grupa e tretë, mundohet me gjetë një grup të mesme dhe thonë se ajetet nuk po flasin, por hadithet po flasin. Andaj ne do të jemi të arsyeshëm, ta gjejmë një gjuhë e cila do ta shpjegonte në mënyrën më të pranueshme. Sepse ky po thot s'ka, ky nuk e përmend Kur'ani, e sipas një grupe të madhe të dietarëve thonë se vetëm Kur'ani është burim referencial i Islamit. Hadithi i pejgamberit, jeta e pejgamberit, sunneti është interpretim i Kur'anit, nuk është burim referencial ku ne duhet të bazohemi. Temë në vete është kjo, por gjithsesi, me që Kur'ani nuk po e përmend, por hadithet mutawatire, edhe ahade, edhe dietar të shumt, edhe sahabe, edhe mufesirin, edhe Ibn Kathiri po e përmendin, atëherë ne duhet të kemi kujdes. Me një fjalë, me fol kosovar që nuk thonë kur hiç, as në tan, as në ketan, por mundohen me e gjetë një mes të artë. Dhe grupa e katërt që flet në lidhje me zbritjen e Isës është kur thot se Isa alayhi salam ka ik nga armiqt e tij, nuk e kanë vra, nuk e kanë kryzuar dhe ka shkuar dikon në Indi dhe ka vdekur në malet e Kashmirit. Prandaj Isa, Mesia, ardhja e tij që parashikohet sipas haditheve të vijë në kohët e fundit, ai Isa do të vijë tani në formën e Gulam Ahmed Qadianit, dhe ky koncept el Qadianie do këtë ka dhe në Ahmedije Qadiania dhe në Shqipëri, të ne në Kosovë nuk më mërmenja që ka, nuk kam dëgjuar si strukturë organizative e kam fjallën. Këta thonë se ky Gulam Ahmed Qadiani është shpëtimtari i ymmetit. Marë në përgjithësi, se u zgjat kjo, po më mërmenja se është e rëndësishme. Besimi në Isën a.s. sa është robi Zotit është farz. Besimi në vdekjen e çdo gjallëse është farz. Besimi në të qenurit e tij i dërguar i Allahut është farz. Besimi në veprimtarin e tij, se nuk është një bir i një nëne të pamoralshme, është farz, sepse ka tekste të prera në Kur'an. Ndërsa besimi se do të kthehet, se do të bëj këto, se do të vjet Dejjalli, sikur që thash dje për Dejjallin, duhet të trajtohet, unë e mendoj, në këtë mënyrë. Shumë ma e rëndësishme është që ne ti përmbahemi mësimeve kuranore, mësimeve hyjnore, ashtu ose ashtu,
dhe të veprojmë si kur të vinte Isa dhe nga mesi jo ne të kemi Mehdia, që do të rikthenin situatën e rënd të muslimanve në një situatë avangardiste. Qad aflaha al-mu'minun, thët Kurani, besimtarët do të jenë avangardistët, besimtarët janë triumfusët, besimtarët janë kështu, besimtarët janë kështu, e jo të mbeten vetëm në numra, se sa të debatohet rreth asaj se a ka me ardhë, ku ka me zbrit, të pjesa e bardhë, të minarja e bardhë e Damasko, se do të fry një erë, se do të shkon, do të vret Dejjalin të Tel Avivi atje, se Mesiase. Pra, këto, me gjithë që ka hadithe, dhe po e përfundojmë, me gjithë që ka hadithe që flasin në lidhje me këta, rëndësia apo pesha e besimit në te, apo e mos besimit, nuk do të matet me kanarin e imanit apo me kanarin e kofrit. Është e gabushme, juve të shqiptar, të me këtu për ju drejtohem, është e gabushme që jo, kur dëgjoni ligjeratat të mia në rastin konkret, edhe të tjerëve natyrisht, ose lexoni statuse, të më përgjigjeni në mënyrë kategorike se sa qashtu. Jo, o burr. Pse ka thonë filon hoxha, baba jama, baba i tia. Shiqoni, në lidhje me ardhjen e Isës, zbritjen e Isës, që nga koha e sahabëve debatohet në mira, mos them me miliona libra janë të shkruara. Andaj përmena unë 4 konceptet, pikpamjet bazë në traditën islame, në historinë e mendimit islam që flasin në lidhje me ardhjen e Isës. Ai i cili, me zbritjen e Isës, ai i cili pretendon në mënyrë të prerë, se visht që shto është, dine se nuk ka as përse afërmi nuk ka të bëj me atë thirrjen islame vejadilhum billeti hiya ahsan. Meno mundohu që ta përdorësh mënyrën më të mirë, më të përshtatshme, me fjalët më të përzgjedhura, debato me njerëzit. Në fe, edhe një herë, në fe, përveç ato shka janë muhkemate, shka janë dogma të paprekshme, asgjë tjetër në fe nuk është e padiskutueshme. Në kuptimin e dhënjes së lirisë që të debatohet dhe hulumtohet, por asnjëherë mbi ato që janë të prera në Kur'an dhe janë të prera me sunet, në formën apo në nivelin e dogmave. Andaj edhe këto shpjegimet e cilat i dëgjuat sonte këto, edhe të tjerat, edhe me rastin e dietarëve, hoxhallarëve të tjerë, mos i merrni si të prera se ky e ka mirë, ky nuk e ka mirë. Shkenca nuk e ka kështu, e aq më pak. Unë që pretendoj se megjithatë për një 3-4 dekada, vazhdimisht jam rritë zhvillue në hijen e librave, në mesën e librave, kur une nuk muj me thonë për një çështje, një dhe një bojnë 2, që shmonet me thonë një musliman. I devotshëm, i mirë, por i ngurt në vizionin e tij, sepse vesh një hoxhe ka dëgjue, një libër ka dëgjue, dhe ai pastaj të del me etiketimet ndër më të ndryshmet, mbase edhe të ulta, që ja thojnë atyre që mundohen ta shpjegojnë islamin, ta shpjegojnë geopolitikën dhe ta trajtojnë një çështje që besojnë se është në të mirën tonë të përgjithshme. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.